Horoskopi ditor, 8 mars 2026, dashi, dëgjoni mirë, ju të shenjës së dashit, sepse yjet sot po rreshtohen në një mënyrë që nuk e shihni shpesh. Venusi, planeti i qefit dhe parave, dhe Saturni, ai plaku i rreptë i disiplinës, po piqen sot bashkë në shenjën tuaj. Kjo do të thotë se bota do ju shohë ndryshe, dhe ju do e shihni veten me syrin e atij që di çfarë bën. Ja çfarë do të ndodh konkretisht, do e keni këmbën në tokë. Sot nuk ka vend për ëndra me sy hapur. Do e kuptoni fiks sa fuqi keni. As nuk do e mburni veten kot, por as nuk do ulni kokën. Do e dini fiks ku ju rreth që kani dhe kjo do ju bëjë të merrni vendime që peshojnë sigur. Puna dhe qefi bëhen një. Do e gjeni veten duke u kënaqur ndërsa mbaroni punët e rënda. Nuk do ju duket barë, por kënaqësi që po vini rregull në jetën tuaj. Një plan që e kishit lënë pas dore, sot do e merrni me seriozitetin më të madh dhe do e nxirrni në dritë. Kujdes nga çanta e rëndë, këtu duhet të hapni syt. Duke qenë se do ndiheni kaq të aftë, ka rrezik të merrni mbi shpatulla edhe hallet e botës ose punët e të tjerëve. Mos u bëni gomer për të tjerët, mbani vetëm atë që ju takon juve, dashuri me mend në kokë, edhe në ndjenja, sot nuk kërkoni aventura kalimtare. Do kërkoni diçka të qëndrueshme, diçka që ka rënje. Një bisedë serioze me partnerin ose një vendim për të ardhmen do ju bëjë të ndiheni më mirë se çdo dhuratë tjetër. Mesazhi i yjeve, sot është dita për të treguar se jeni rritur. Bëni zgjedhje të pjekura, sepse këto që vendosni sot do ju shërbejnë për një kohë shumë të gjatë. Demi, këmbët në tokë dëhret xhepi plot, dëgjoni këtu, o njerëz të qëndrueshëm. Sot nuk është dita për të ëndërruar kështjella në ajër, por për të ndërtuar ato mbi tokë. Ju e dini mirë se çfarë vlen dhe çfarë është humbje kohe, rregulli i artë. Sot do e keni të qartë se ku duhet të harxhoni energjinë. Nëse diçka nuk ju sjell dobi ose siguri, do e flakni pa u menduar 2 herë. Është koha për të mbyllur ato borxhet e vjetra apo muhabetet e mbetura pezull, fuqia e grupit, edhe pse ju pëlqen të bëni siç thot koka juaj, sot hapni veshët. Dikush mund t'ju tregojë një rrugë të re që ju nxjerr në dritë. Të ndihmosh të tjerët sot do ju kthehet në bekim. Binjakët, seriozitet në shoqëri, ju që jeni fluturak nga natyra, sot do uleni shtruar. Mendja juaj nuk do jetë të thashethemet e rëndomta, por të gjërat që zgjasin në kohë, shoqëria në sit. Sot do e shihni qartë se kush është mik i vërtet dhe kush është thjesht për një kafe. Një projekt që keni me shok ose një ëndër e vjetër do filloj të duket e mundshme, lidhje të forta. Mund të krijoni një lidhje shumë serioze me dikë ose të forconi një miqësi që do ju zgjas gjithë jetën. Ta dish ku e ke vendin në shoqëri të jep një qetësi që se keni pasur prej kohësh. Binjakët, dëgjoni mirë ju të lindurit e binjakëve, se sot mendja juaj do shkëlqej si dielli në mesditë. Nuk ka më dyshime e as lëkundje, sot ju jeni ligji dhe rregulli që bota ka pritur. Venusi dhe Saturni janë bërë bashkë për t'ju dhënë çelësat e çdo porte që deri dje ishte e mbyllur me drynë, sita e miqësisë dhe e vërtetës. Sot do i shihni njerëzit fiks siç janë, pa filtra dhe pa maska. Kush ju ka rrahur krahët me hile, sot do mbetet jashtë porte sepse ju nuk falni më kohë për të paudhët. Do mbani pranë vetes vetëm ata që peshojnë sigur, sepse sot koha juaj është flori dhe nuk u adhuroni dot llafazanëve të rrugëve, projekte që marrin jetë dhe formë, një ëndër që e keni zirë në kokë prej kohësh. Sot do filloj të marrë formë betoni. Nuk do jetë më një përrallë që e tregoni kafeneve, por një plan me rregulla të hekurta që do ju sjell fitime. Do e shihni veten duke vënë tullën e parë në një rrugë që do ju çojë shumë lart në majat e suksesit, respekti që ju takon me merit. Sot njerëzit do ulen e do ju dëgjojnë me gojë hapur sikur po dëgjojnë profetin. Do tregoni një pjekuri që do i lërë të gjithë pa mend, duke zgjidhur nyje të vjetra me 2 fjalë të sakta. Sot ju jeni zot të fatit tuaj dhe askush nuk guxon t'ju dalë përpara në rrugën që keni nisur. Gaforja, mbreti i pathyeshëm i ndershmërisë, ju të shenjës së gafores, bëhuni gati se sot do jeni ju ata që do mbani flamurin e fitores në çdo betejë.
nuk ka më lot, nuk ka më ankesa dhe asnjë lëndim nuk ju prek dot më. Sot jeni ju shkëmbi i madh ku do thyen të gjitha dallgët e vështirësive që ju kanë dalë përpara këto kohë, zgjidhja e halleve dhe e nyjeve, një problem që ju ka ngrënë shpirtin dhe ju ka lënë pa gjumë, sot do marr fund me një goditje të vetme. Do e gjeni zgjidhjen aty ku të tjerët janë dorëzuar dhe do merrni një frymëmarrje që do ju mbush mushkërit me aromën e lirisë. Sot jeni ju që jepni urdhra dhe bota duhet t'ju bindet pa bërë asnjë naze. Emri juaj do dëgjohet në majat e larta, në punë, në zyrë apo në lagje, sot fjala juaj do bëhet ligj i pashkruar. Do merrni përsipër përgjegjësi të mëdha që të tjerët i kanë frikë dhe do i mbaroni ato me nderin më të madh. Njerëzit do ju shohin me sy tjetër, me atë respektin që i takon vetëm një njeriu që di ku shkel, sakrificë që kthehet në mjalt, edhe nëse do ju duhet të derdhni djerse të lodheni pak më shumë, mos guxoni të ndaleni. Çdo mundim i sotëm do ju kthehet në bekim nesër, sepse ju jeni shtylla e shtëpisë dhe e shoqërisë. Sot ju vërtetoni me vepra dhe me grusht të fortë se kush është i Zoti i shtëpisë. Luani, dielli që djeg që rëu pengesë të hre hile, luan, sot nuk ka pyll që ju mban dhe asnjë hije nuk ju ambulon dot shkëlqimin mbretëror. Ju jeni mbretërit e ditës dhe çdo gjë që do prekni, do kthehet në art të pastër. Nuk ka më vend për lojra të vogla, sot skena e madhe e jetës është e tëra për ju dhe vetëm për ju, syt nga e ardhmja dhe planet e mëdha. Sot nuk do merreni me thërrime dhe as me muhabete të rëndomta lagjesh. Mendja juaj do fluturoj larg, te planet që lëkundin botën, te udhëtimet e mëdha apo të shkollimi që do ju ndryshoj jetën përgjithmonë. Do keni një bisedë shumë serioze me njerëz me peshë që do ju hap dyrë të mbyllura prej vitesh. Pjekuri që godet si rufeja, do lini mënjan nuset dhe do flisni troç si burrat e vjetër që nuk e han fjalën. Kushdo që do guxojt ju dal përpara, do digjet nga shkëlqimi juaj i rënë. Sot do merrni vendime që do ju sigurojnë pasurinë dhe qetësinë për 10 vitet e ardhshme, pa asnjë dyshim, lidhje të forta që nuk tunden. Do kërkoni njerëz që kanë peshë në fjalë, jo llafazan që premtojnë botën e nuk bëjnë asgjë. Një këshill nga një njeri i pjekur do ju vlejë më shumë se gjithë pasuria e botës sot. Ju jeni në qendër të vëmendjes dhe fati po ju qesh në fytyrë sikur ndonjëherë. Virgjëresha, mjeshtri i pathyeshëm i tërë vërtetës, dëgjoni këtu ju të virgjëreshës, se sot syri juaj do bëhet rrezet që shpon çdo errësirë. Nuk ka mashtrim që ju shpëton dhe asnjë ren nuk ju qëndron dot përpara pa u zbuluar. Sot ju jeni ata që do u vini kufirin të thundra të gjithëve, sepse pjekuria juaj është arma më e fortë, llogarit në pëllëm të dorës suaj. Sot do u jepni fund borxheve, hileve me parat dhe çdo llogarie të mbetur hapur. Do i shihni gjërat troç dhe kush ka tentuar t'ju haj hakun, sot do ulet në gjunjë e do kërkoj ndjes. Jeni ju ata që do ndani drejtësinë financiare dhe asnjë qindark nuk do humbas pa llogari. Pjekuri që të djeg si zjarri, njerëzit do ju vinë vërdall sikur jeni shenjtor për një këshill, sepse sot fjala juaj peshon si plumb i rënë. Do zgjidhni nyje të vjetra në familje apo në punë me një të rënë të sakicës, pa u menduar 2 herë. Sot ju jeni mendja që rregullon çdo rrëmuj të mundshme, fitoria mbi realitetin e hidhur, edhe nëse e vërteta ju dhemb, sot do e shihni drejt në sy dhe do ndiheni më të fortë se kurrë. Një problem intim apo një sekret i vjetër do zgjidhet sepse ju keni guximin ta përballoni. Kush ju ka marrë për të dobët, sot do e shoh forcën tuaj të vërtetë. Peshorja, ju të peshores, sot nuk ka më lëkundje majtas e djathtas dhe asnjë mbase nuk ka vend. Sot dora juaj do mbaj peshoren e rënd të drejtësisë dhe do vendosni pikat mbi i për çdo njeri. Kush ju ka luajtur menç apo ju ka mbajtur pezull, sot do marrë përgjigjen që meriton pa asnjë mëshirë, besë dhe burëri në çdo marrëveshje. Sot do lidhni besë dhe kontrata që nuk tunden as nga tërmeti më i madh. Një bisedë kokë më kokë me një person të rëndësishëm do ju hapi dyrë që ishin ndryshkur prej vitesh të tëra. Jeni ju ata që diktoni kushtet dhe bota duhet ju ndjek pas pa bërë asnjë zë, paqe me forcë dhe me mend në kokë. Nuk do bëni më naze për gjëra të vogla.
Do e gjeni mesoren me pjekurit të lartë dhe kushdo që do provoj t'ju prishi qetësinë, do gjej malin përpara. Sot interacting me të tjerët do jetë mësimi juaj më i madh për t'u bërë akoma më të fuqishëm, bashkëpunime që sjellin arë. Sot është dita e artë për marrëveshje që ju mbushin xhepin dhe shpirtin. Çdo kontratë apo ujdi që bëni sot do ketë bekimin e yjeve dhe do zgjas për gjithmonë. Tregoni se jeni ju ata që dini të negocioni si asnjë tjetër në këtë botë të trazuar. Akrepi, mbreti i rendit dëhrej disiplinës sër hekurt. Akrepa, bëhuni gati se sot do bëni ligjin në shtëpinë tuaj, në punë dhe kudo që shkelni. Nuk ka më rëmuj, nuk ka më plogështi dhe asnjë punë të lënë për gjysmë nuk do e toleroni. Sot ju jeni policia e vetës suaj dhe e të tjerëve, duke vënë rregull me grusht të hekurt dhe me mendje të mbrethë, pastrim me rënjë dhe pa mëshirë. Çdo gjë që nuk shkon në jetën tuaj, çdo zakon i keq apo njeri i padobishëm, sot do flaket në plehra. Do vëni rregull aty ku të tjerët kanë frikë të futen, duke pastruar çdo cep të shpirtit dhe të shtëpisë. Kush ka luajtur me shëndetin tuaj, sot do marri përgjigjen e merituar. Fitoria e punës dhe e djersës, do i mbaroni punët e vështira me një frym dhe do ndiheni zot të fateve tuaja si kur më parë. Sot nuk ka lodhje, ka vetëm rezultat që shihet me sy. Çdo detaj i punës tuaj do jetë i përsosur sepse ju nuk lejoni asnjë gabim të vogël t'ju prishi planet, përgjegjësi që ju rritin emrin. Do merrni përsipër detyra që të tjerët i shohin si male, por për ju janë vetëm hapa drejt lavdisë. Ky seriozitet do ju bëjë të ndiheni mbretër të jetës suaj dhe njerëzit do ju shohin me adhurim. Sot ju jeni makineria që nuk ndalet para asgjëje. Shigjetari, ju të shigjetarit, sot nuk ka më aventura koti, as qefe pa bukë dhe asnjë hap në erë. Sot shigjeta juaj do fluturoj drejt te qëllimi i madh me një forcë që asgjë nuk e ndal dot. Jeni rritur, jeni pjekur dhe bota do e shoh këtë me sytë e saj duke ju hapur rrugën e lavdisë, dashuri me rregulla dhe me besë. Sot do i shihni njerëzit e zemrës ashtu siç janë, pa filtra roz dhe pa gënjeshtra i dashur shigjetar. Kush ju do vërtet do qëndroj pranë jush, kush jo, udha e mbar dhe mos u kthef kurrë. Do merrni vendime që do ju sigurojnë të ardhmen dhe qetësinë e shpirtit tuaj të trazuar. Krijimtari prej gjeniu që lë gjurmë, një hobi apo një projekt që e kishit nisur me qejf. Sot do kthehet në një punë serioze që do ju sjelli famë. Njerëzit do ju shohin si dikë që di çfarë thotë dhe kjo do ju rris pikët në çdo shoqëri. Jeni ju ata që sot do tregoni se si jeta kthehet në art, pjekuria si mburoj dhe si shpat. Sot do tregoni një anë tuajin që askush nuk e njihte, seriozitetin e hekurt. Kush ju ka marrë për të dobët apo për njeri që vetëm qesh, sot do shohë forcën e vërtetë të një shigjetari që ka vendosur të marrë botën në dorë. Bricjapi, shtylla e gurtë e familjes dëhre e fatit. Bricjap, sot jeni ju mbretërit e padiskutueshëm të shtëpisë dhe të rënjëve tuaja. Nuk ka stuj që ju lëkun dhe asnjë fjalë e ligë nuk ju prek dot më koracën tuaj të fortë. Sot ju jeni kështjella e madhe ku gjejnë strehë dhe shpëtim të gjithë njerëzit tuaj të dashur që kanë nevojë, siguri e betonuar dhe e pashkatërueshme. Sot do vëni rregull në shtëpi, në familje dhe në çdo cep të jetës tuaj private. Do zgjidhni shere të vjetra me mençuri profeti dhe do ndiheni më të fortë se asnjëherë tjetër. Ju jeni njeriu që mban peshën e botës mbi supe dhe sot kjo peshë ju jep lavdi, qartësi e plot dhe mendje e ndritur, duke thjeshtuar jetën dhe duke hequr gjërat e tepërta. Do ju hapet mendja si një libër i shkruar bukur. Sot nuk do harxhoni asnjë minutë për gjëra të kota apo për njerëz që nuk vlejnë. Jeni ju ata që mbani çelësat e stabilitetit dhe sot do i përdorni me mjeshtëri, ndërtimi i së ardhmes hap pas hapi. Çdo tull që vini sot në jetën tuaj do qëndrojë aty për dekada të tëra. Jeni në kohën më të mirë për të forcuar themelet e jetës dhe për të treguar se jeni ju ata që nuk dorëzoheni kurrë. Fati sot punon vetëm për ju dhe për ata që keni nën mbrojtje. Ujori, këshilltari i madh i fatit dëhrej i suksesit. Ujor, dëgjoni mirë këtu se sot nuk ka më ëndra me sy hapur dhe asnjë fantazi nuk ju mban dot peng.
Sot mendja juaj do pjell plane të mëdha që do ju pasurojnë dhe do ju japin një emër që do dëgjohet kudo. Jeni ju ata që sot do u tregoni të tjerëve se si bëhet puna me mend dhe me dorë, fjalë që peshon si mali dhe që nuk tundet. Kur të flisni sot, bota do hesh për t'ju dëgjuar me vëmendje. Jeni bërë kaq të pjekur sa njerëzit do ju luten në gjunjë për një këshill apo për një rrugë zgjidhje. Do lidhni bashkëpunime dhe kontrata që do ju zgjasin gjithë jetën dhe do ju sjellin begati të pafundme. Mësimi i artë që ju ngre lart, do keni dëshirë të mësoni diçka të vështirë që të tjerët as nuk guxojnë ta mendojnë. Sot hidhen themelet e një suksesi që do dëgjohet shumë larg dhe do ju bëj krenar për veten. Jeni ju zbuluesit e rrugëve të reja dhe sot bota është harta juaj e suksesit, bashkëpunime me njerëz të fortë. Mos e bëni punën vetëm, kërkoni ortak që kanë të njëjtën mendje si ju. Sot është dita për të krijuar grupe të forta që nuk i mposh dot asgjë. Tregoni se jeni liderët e rinj të kësaj kohe dhe se nuk keni frikë nga asnjë sfidë që ju del përpara. Peshqit, peshq të dashur, sot mbyllni vrimat e portofolit dhe hapni sytë dhe mendjes si kur më parë. Nuk ka më lëmosh për askënd dhe asnjë mëshirë për dembelët nuk ka vend në zemrën tuaj. Sot ju jeni ekonomistët e madh të jetës suaj dhe fati po ju sjell çelësat e çdo kasaforte që ishte e mbyllur, kursim, fuqi dhe kontroll total. Sot do ndiheni mbretër kur të shihni se si po i menaxhoni paratë dhe pasurinë tuaj me dorë të fortë. Do bëni plane afatgjata që do ju lënë rehat dhe pa merak për shumë e shumë vite që do vinë. Kush ka menduar t'ju marrë për të dobët, sot do shohë forcën tuaj të vërtetë, zgjidhje rrufe për çdo problem të vjetër, çdo problem që ka qenë pezull dhe ju ka penguar. Sot do zgjidhet me një të rënë të dorës suaj të fuqishme. Ju doni gjëra të qarta, të ndara mirë dhe sot do i merrni ato pa asnjë diskutim. Jeni ju ata që sot do vini rregull në kaosin e financave dhe të jetës, besimit të forcat tuaja dhe të suksesi. Sot do ndiheni më të sigurt se kurrë të planet që keni thurur në kohë. Asnjë dyshim nuk ka vend dhe asnjë pengesë nuk ju ndalon dot rrugën drejt pasurisë. Tregoni botës se edhe një peshk di të jetë peshkaqen kur vjen puna te mbrojtja e interesave dhe e jetës së tij.